Shoqata malore Shari nga Gostivari realizoi me sukses manifestimin tradicional malor Guri i Rafshët 2026, duke mbledhur mbi 350 dashamirë të natyrës dhe alpinizmit nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria. Për dallim nga vitet e kaluara, nisja e marshit këtë vit u bë nga fshati Jellovc, ndërsa pjesëmarrësit përshkuan një shteg prej rreth 14 kilometrash në zemër të maleve të Sharit. Organizatorët vlerësuan se aktiviteti u zhvillua sipas planifikimeve, pas një problem me disiplinë të lartë nga të gjithë pjesëmarrësit. Udhërofyesi malor dhe njëherët organizatori i marshit Ismet Shurban tha se ndryshimi i itinerarit ka rezultuar i suksesshëm dhe se të gjithë pjesëmarrësit arritën me sukses në destinacion. Një ndryshim, me rinë zvoglon për 10 km, do në sot e shtegu me gjësi prej 14 km, disniveli ishte 950 metre, edhe kohës gjatja ishte dikun 8 orë, ishin 300 edhe gjeshkatar në shtiq, këtë kalon në sukses, ishim të Maja, e viziton Majën, erdhëm shnosh e merë, shumë bukur i na knaqët, jom i gëzut edhim se kri këtë në regull. Disiplina në nivel, unë e majsha disiplinën këtër, unë isha i kryesori, edhin e majsha tempon time edhe qështu. I falenderoj edhe stafit tim udhëheqësve, Vita Abit, sponsorve, të kitve, juve si TV Globi qështu. Pjesëmarrësit nga shoqata të ndryshme malore vlerësuan organizimin dhe bukuritë natyrore të Sharit. Avnin Uhiu nga shoqata bjeshkatare e Kumanovës tha se grupi i tyre ishte të kënaqur me pritjen dhe organizimin. Sot me kënaqësi të madhe ju përditjem ftesës shoqatës Shari për të bërë marshimin deri te Guri i Rafshët. Shari ka bukuritë e veta dhe me gjithë ekipit sa ishim afro 10 vetëve prezent, jemi të kënaqur si nga organizimi, nga rrugtimi dhe natyrisht nga bukuritë e Sharit. Ne si shoqata jemi 4 vite të themeluar dhe që nga dita e parë kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm me gjitha shoqatët, posaçërisht me Sharin e Gostivarit. Shëndet mirë. Faleminderit, gjithat mirë, miru ta kofshim. Ndërkaq Biljana Doneva nga shoqata Kolorite e Shtipit e përbërë kryesisht nga gra alpiniste, tha se kjo ishte hera e 5 që marrin pjesë në aktivitetin tradicional. Ние доаѓаме од Штип. Ние сме колоритно друштво жени планинарки. Jemi shumë të kënaqur nga ky aksion dhe nga mikpritja që na bëhet çdo vit. Gostivari është një qytet i mrekullueshëm, organizimi gjithmonë është në nivel dhe hallva tradicionale është e jashtëzakonshme. U rekomandojmë të gjithëve ta vizitojnë këtë zonë dhe të shijojnë bukuritë e Sharit. Kryetari i shoqatës malore Shari Qerima Bazi falenderoi të gjithë shoqatat pjesëmarrëse nga vendi Kosova dhe Shqipëria, si dhe anëtarët e shoqatës që kontribuan në realizimin e manifestimit. Shoqata malore Shari nga Gostivari sot bën të organizimin e marshit tradicional Guri i Rafshët 2026, ku ishin të ftuar krejt shoqatën nga Republika e Maqedonisë, edhe nga Shqipëria dhe nga Kosova. Sot kishim në rrugë për në marshim afër 300 vet malore. Kalon shumë bukur, jemi shumë të kënaqur, të gjithë misafirit janë mirë se ardhun me drekën solemne që organizojmë në fshatin Jellovc. Një falënderim i veçantë gjatë manifestimit ju kushtua kuzhinës Vita Abi, sponsorit kryesor të aktivitetit, e cila dhe këtë vit përgatiti afro 1000 racione ushqim tradicional, përfshirë grosh dhe hallf për të gjithë pjesëmarrësit. Shumë jam i kënaqur Vita Abi që çdo vjet një falënderim të posaçëm na ndihmon edhe bën specialitete që mbajnë mend në Maqedoni për organizimin e ushqimeve. Në fund të manifestimit, shoqata malore Shari ndau minjoje për shoqatat pjesëmarrëse, sponsorët dhe mbështetësit e aktivitetit me shpresën për të u ritakuar në edicionin e ardhshëm të marshit tradicional Guri i Rafshët.